Më kanë pëlqyer shumë kostumet arbëreshe, fantastike. Ka grave të arbëresh. Grave, fantastike. Pra, ka një mjeshtëri të bërjes së kostumeve që është e rrallë, duhet të themi. Dhe kostumet gjithashtu kanë edhe një kërkesë estetike që është vërtet fantastike. Edhe kanë një vlerë shumë i madh, pse është një vlerë jo vetëm nga ana e trashëgimisë materiale, pra nuk është vetëm një vlerë etnografike dhe antropologjike, po në fakt është një vlerë e dijebërjes në këtë rast dhe tregon që komuniteti arbëresh nuk ka qenë vetëm një komunitet pasiv, le të themi, edhe nga historitë orale që kemi dëgjuar, vetë me komunitetin, shohim që nuk ka qenë kurrë një komunitet pasiv. Ne dim që ato kanë qenë shumë aktiv për sa i përket historisë së Shqipërisë, le të themi që lëvizja e rilindërsve në fakt fillon me ju, ju në këtë aspekt. Por nga ana tjetër shikojmë që kanë qenë shumë aktiv për sa i përket vetë historisë së Italisë. Do të thonë Italia sot, nëse është ajo që është fal arbëreshve. Fal arbëresh, ta. Pikërisht.